Vëllezër e motra, nata e Kadrit po vjen. Nëse i sheh këto 5 shenja dije se mund të jetë nata e Kadrit. Shenja e parë është një natë plot qetësi, as e nxehtë, as e ftohtë, vetëm paqe e butë që prek zemrën. Shenja e dytë. Qielli është kristal i pastër, pa re, pa erë të fortë dhe hëna duket si pjesë e një pjate e rumbullakët e qartë. Shenja e tretë. Mund të bjerë shi i lehtë ose shi i butë si në ëndrrën e profetit kur fytyra ju lag nga uji i shiut. Shenja e katërt. Mëngjesin tjetër dielli lind pa rrezë, si një disk bakri i kuqëremt i dobët pa dritë të fortë që të verbon syl. Dhe shenja e pestë më e madhja. Zbresin me laiket me bereqet paqe mbështjell tokën dhe zemra jote ndjen një lumturi që nuk e ke provuar kurrë. Mos e humb këtë natë. Fal namaz, bëj dua, kërko falje. Allahu e di më së miri se kur është. Allahu na e mundësoft ta gjejmë dhe ta pranojë.